Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falëndërime dhe lavdërime tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Do ta hapim sot nektarin e Gjumas me rëndësia e njohjes së vetvetes. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush njeh veten, njeh dhe Zotin. Besimtari është gjykues i veprimeve të tij në marrëdhëniet me botën e jashtme, që nga perceptimi i gjërave, qëndrimi ndaj punës së pronës, sjellja me të tjerët, shkaku i veprimeve të drejta të padrejta e tjerë, të cilat e vënë atë në pozicionin social me të tjerët. Në rast se veprimet e tij nuk përputhen me të tjerët, mund të shkaktojnë edhe gjendje stresi, të cilin besimtari duhet ta përballojë me mbështetjen tek Allahu i madhëruar. Një nga elementet më të rëndësishme të identitetit të besimtarit është dallimi e veçantë ndaj të tjerëve. Jeta nuk mund të ketë kuptim pa ditur se kush jemi dhe qëllimin për të cilin jemi krijuar. Secili është i lirë të zgjedhë rrugën dhe motivin për të jetuar, pa me dyshje tek gjithë secili ajo është e ndryshme, por që ndikojnë tek njëra tjetra. Besimtari me ndjenjat e tij është në një gjendje të reagojë të shfaqë sjelljet e tij ndaj të tjerëve. Me vetëdijen e tij dhe me botën e pasur shpirtërore, ai vëzhgon botën e jashtme me mjedisin social, regjistron përvojën e tij personale dhe shfaq si përvojë jetën e tij. Ky është hapi që hedh njeriu për të njohur vetveten, e në veçantë entiteti i besimtarit për vlerat e vetvetes. Askush nuk mund ta njohë më shumë një person se sa ai vetë të njohë veten e tij. Të tjerët shikojnë sjelljen dhe veprimet, por brendësinë e zemrës nuk e njeh tek tjetri, veçanërisht vetmin. Pra, analiza që i bën njeriu me mendjen e tij sjelljes ditore, si dhe veprimet që ka kryer, krijojnë edhe përshtypjen e brendshme se në çfarë niveli qëndron besimi i njeriu dhe i besimtarit në veçantë. Do të kalojmë tani tek pjesa e Kuranit e përzgjedhur për ditën e sotme. Unë sot jam dalur tek sura Zumer dhe kam shkëputur ajetet nga ajeti 6 për ta mbyllur me ajetin 9. Ju uroj shikim dhe dëgjim të këndshëm së bashku. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Ai ju krijoi prej një njeriu të vetëm, pastaj prej tij krijoi shoqen e tij. Ai ka krijuar për ju 8 çifte bagëtish. Ai ju krijoi në barqet e nënave tuaja, faz pas faze, në një rësirë të trefisht.
ky është Allahu, Zoti juaj, atij përket i tërë pushteti, nuk ka zot tjetër të denjë për të adhuruar përveç tij. Atëherë, si është e mundur që largohuni prej tij? Nëse ju e mohoni atë, dijeni se Allahu nuk ka s'pak nevojë për ju. Megjithatë, ai nuk është i kënaqur me mosmirnjohjen e robëve të tij, por kënaqet me ju nëse falënderoni. Asnjë gjunaqar nuk do t'i mbar gjunahet të tjetrit. Pastaj do të ktheheni te Zoti juaj e ai do t'ju njoftojë për atë që keni bërë, sepse ai e di vërtet atë që keni në zemrat tuaja. Kur njeriu në godet një e keqe, ai lutet Zotit të vet, duke u drejtuar me pendes. E kur atij i vjen një e mirë prej Zotit, ai harron se për çfarë ishte duke u lutur më parë, dhe sa janë zotat të tjerë të barabartë me Allahun për t'i larguar të tjerët nga rruga e tij. Thuaj o Muhammed, kënaqu pak me mosbesimin tënd, ti me siguri do të jesh nga banorët e zjarrit. A mund të krahasohet ai që falet të natën duke bërë sejdë dhe duke qëndruar në këmbë e që ruhet prej jetës tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit të tij me jo besimtarin? Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Vetëm njerëzit e mençur i pranojnë këshillat. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ky ishte përkthimi i ajeteve të surës Zumer nga ajeti 6 dhe mbyllëm me ajetin 9. Kemi mbritur tani më tek tema e ditës për sot në Nektari i Xumas, ku sot do të flasim rreth temës vendimi dhe caktimi i Allahut nuk pranon ndërhyrje dhe ndryshime. Për trajtimin e kësaj teme, jemi mbështetur në komentimin dhe hulumtimin e ajeteve 52 deri te ajeti 54 të surës Enfal, në të cilat bëhet fjalë dhe një pasqyrimi detajuar se përse ndodh që shumë nga popujt e kaluar, por edhe të tanishmit dhe ata që do të vinë me vonë, sprovohen dhe dënohen nga Zoti i gjithësisë, ku ai në të vërtetë është i mëshirshëm dhe mëshirbërës me robët e tij. Përgjigjen e këtyre pyetjeve e marrim nga këto ajete. Allahu i Madhëruar thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Kështu u ndodhi edhe i thtarëve të Faraonit dhe atyre që kanë qenë para tyre. Ata i mohuan shpalljet e Allahut dhe ai i dënoi për shkak të gjunaheve të tyre. Me të vërtetë, Allahu është i fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Kjo ndodh se Allahu nuk ja ndryshon kurrë një mirësi që ja ka dhënë një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë në veten e tyre. Vërtet, Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Sjelljet e jo besimtarëve të Mekës ngjan me sjelljet e thtarëve të Faraonit dhe të tjerëve që jetuan para tyre. Ata i përgënjeshtruan shpalljet e Zotit të tyre dhe kështu ne i shkatërruan për shkak të gjunave të tyre, ndërsa i thtarët e Faraonit i fundosën. Të gjithë ata ishin të padrejtë. Sura Enfal, ajetet 52 deri tek ajeti 54. Në këto ajete tregohet për ligjin e përhershëm të Allahut, që ka të bëjë me popujt, kombët dhe shoqëritë, në mënyrë që të mos mendojnë disa njerëz se ajo çfarë i preku politistët në ditën e Bedrit ishte diçka jashtëzakonshme, sepse çdo kush që ka bërë të tilla vepra në të shkuarën apo do t'i veprojnë ato në të ardhmen, do të marrë të njëjtin ndëshkim. Ajeti i parë nga ajetet që po studiojmë thotë: Kështu u ndodhi edhe i thtarëve të Faraonit dhe atyre që kanë qenë para tyre. Ata i mohuan shpalljet e Allahut dhe ai i dënoi për shkak të gjunaheve të tyre. Me të vërtetë Allahu është i fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Bazuar në këtë ajet, Kurejshët, politeistët dhe adhuruesit e putave në Mekë, të cilët i mohuan argumentet e Allahut, madje qëndruan përballë të vërtetës dhe i luftuan udhëheqësit e njerëzimit, nuk janë të vetmit që morën ndëshkimin për atë çka vepruan. Ai ndëshkim është një ligj i vazhdueshëm, një vendim të caktimi i Allahut të Madhëruar, i cili përfshin edhe më të fuqishmit se ata, ashtu si familjen e Faraonit, por edhe popujt e dobët.
Ajeti i vijues e qartëson origjinën e kësaj çështjeje dhe thotë: "Kjo ndodh se Allahu nuk ja ndryshon kurrë një mirësi që ja ka dhënë një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë në veten e tyre. Vërtet, Allahu dëgjon dhe di gjithçka." Me fjalë të tjera, mëshira e Allahut është e përgjithshme dhe i përfshin të gjitha krijesat, por kjo mëshirë u arrin njerëzve me atë që u përshtatet aftësive dhe çështjeve të tyre. Kështu që Allahu i lartësuar fillimisht jep mirësitë, pra begatitë e tij materiale dhe morale të gjithë njerëzve. Nëse ata i përdorin këto mirësi në rrugëtimin e tyre drejt përsosmërisë, për të arritur të vërtetën dhe për ta falendëruar Allahun e lartësuar për ato mirësi, atëherë Allahu i lartësuar do ta bëjë të qëndrueshme ato mirësi dhe do t'u ashtojë ato. Nëse shfrytëzohen ato dhunti për tirani, devijim dhe racizëm, si dhe për mohim të mirave, kryerënëqësi dhe shkatërim, Allahu do t'u marrë ato mirësi atyre dhe do t'u ashqendrojë në sprova e fatkeqësi. Duke u bazuar në këtë, ndryshimi vjen gjithmonë prej nesh, në të kundërt, mirësitë e Allahut nuk ikin kurrë. Duke komentuar këtë qëllim, Kurani famëlart kthehet për të treguar gjendjen e tiranëve, si faraonin dhe popujt e tjerë, dhe thotë: "Sjelljen e jo besimtarëve të Mekës ngjaj me sjelljet e idhtarëve të faraonit dhe të tjerëve që jetuan para tyre. Ata i përgënjeshtruan shpalljet e Zotit të tyre, dhe kështu ne i shkatëruan për shkak të gjunaheve të tyre, ndërsa idhtarët e faraonit i fundosëm. Të gjithë ata ishin të padrejtë. Ata i bën padrejtësi vetës, por edhe të tjerëve." Përgjigje për një pyetje. Këtu mund të na lindë një pyetje, e cila është: përse shpreha "kështu u ndodhi edhe idhtarëve të faraonit" është përsëritur 2 herë në ajet, me një ndarse të shkurtër dhe me një ndryshim të lehtë? Për të përgjigjur kësaj pyetjeje duhet patur parasysh diçka interesante, që është: megjithse përsëritja është përforcimi i çështjeve delikate që janë prej bazave të retorikës, që vren në thënjet e retoricënëve dhe gjuhëtarëve, por në ajetet në fjalë ka një dallim të rëndësishëm që e nxjerr këtë shprehje nga forma e përsëritjes, sepse në ajetin e parë tregohet për ndëshkimin e Allahut kundrejt mohimit të argumenteve të vërteta dhe të përgjinjështrimit të tyre, pastaj pasqyrohet gjendja e këtyre me popullin e faraonit dhe të popujve të mëparshëm. Në të vërtetë, një pjesë e thënies është për largimin e mirësive dhe pjesa tjetër është për ndryshimin e mirësive dhe transformimin e tyre. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ky ishte komentimi i ajeteve, do shkëputemi pak së bashku për të vazhduar me hulumtimin rreth ajeteve të surës Enfal, pikërisht ajetet 52 deri tek ajeti 54. Kështu, ju ftoj të qëndroni me ne në Nektari i Xumas. Shikues dhe dëgjues të nderuar, do të vijojmë me pjesën e dytë të temës sonë, po flasim pikërisht rreth komentimit të ajeteve 52-54 të surës Enfal, dhe vijojmë me hulumtimin rreth këtyre ajeteve. Jemi me nën temën shkaqet e jetës së popujve dhe të vdekjes së tyre. Historia na paraqet popuj dhe kombe të ndryshëm. Një grup arriti të ngjisë shkallat e lartësimit të përparimit me shpejtësi. Grupi i dytë të ra në etapat më të ulta të rënimit. Grupi i tretë jeton në hallakatje, humbje, rivalitet, përçarje dhe më pas u fuqizua, ndërsa grupi i katërt në të kundërtën e tyre ra nga pozitat më të larta të krenarisë në shkallën më të poshtme të logjinës së poshtërimit dhe të humbjes. Shumë prej njerëzve kalojnë pa e vënë re ngjarje të ndryshme historike, duke mos bërë asnjë meditim rreth tyre. Shumë prej tyre në vend të hulumtimit të shkaqeve dhe arsyeve reale të jetës së popujve dhe shkatërimit apo vdekjes së tyre, u adresojnë ato shkaqeve të paqena dhe imagjinare. Ndërsa disa të tjerë adresojnë lëvizjeve të planeteve dhe rrotullimit të tyre pozitivisht dhe negativisht. Së fundmi, disa prej tyre gjetën arsyen tek çështja e vendimit dhe caktimit, por me konceptin e tyre të shtrembër ose tek çështjet e fatit të mirë e të fatit të keq. Kështu, çdo ngjarje të mirë apo të keqe, ata u adresojnë këtyre çështjeve, e gjithë kjo për shkak të frikës së shkaqeve të vërteta të tyre. Në ajetet e mëparshme, Kurani i fisnik vendos gishtin e hetimit mbi origjinën dhe mbi kurimin dhe qartëson llojet e kurave, shkaqet e fitores së të humbjes.
Kurani thotë se për të njohur shkaqet e qenësishme nuk është e nevojshme të kërkosh në qeje në tokë, as të shkosh pas përfytyrimeve dhe imagjinatës, apo duhet të kërkosh në qenjen tuaj për të menduar, pra në të menduarit tuaj, në shpirtrat, në moralin dhe në sistemet tuaja shoqërore. Popull që kanë menduar me kujdes, që kanë vënë në lëvizje logjikën, që kanë bashkuar forcat dhe janë vllazëruar ndërmjet tyre, që kanë qenë me vullnet të fortë dhe kanë sakrifikuar kur ka qenë e domosdoshme, këta padyshim janë popull fitimtar. Nëse dobësia, poshtërimi dhe dembelizmi zën vendin e punës dhe përpjekjeve të vazhdueshme, prapambetja zë vendin e zhvillimit, hipokrizia dhe përçarja zë vendin e unitetit e të bashkimit, egoizmi zë vendin e flijimit, mburrja dhe të shtirit zë vendin e sinqeritetit e të besimit, atëherë nis rënja dhe fatkeqësia. Në të vërtetë, fjalia e ajetit kjo ndodh se Allahu nuk ja ndryshon kurrë një mirësi që ka dhënë një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë në veten e tyre, sqaron ligjin më të lartë të jetës dhe qartëson se shkolla e Kuranit të shenjtë është shkolla ideologjike me fisnike për jetën e shoqërive njerëzore. Madje, është shkolla më e qartë dhe për ata, të cilët në kohën e kozmosit dhe të atomit kanë harruar vlerën e njeriut dhe çdo gjë e lidhin me fabrikat, uzinat e me çështjet ekonomike. Shkolla e Kuranit thotë, vërtet, ju gabuat shumë kur morët pasojën dhe lat shkakun origjinal, ose harruat atë, ju kapat me një deg prej degëve të pemës së madhe dhe braktisët trungun e saj. Mos të shkojmë shumë larg, sepse historia e Islamit, apo më mirë historia e jetës së muslimanëve, dëshmon për triumfe madhështore në fillimet e saj, e pas tyre për thyerje e mposhtje të vështira e të hidhura. Në shekujt e parë, Islami u prap me shpejtësi në botë dhe në çdo vend përçonte dritat e dijes së të lirisë. Ai e shpërndau hijen e tij në popujt duke përhapur shkencat dhe kulturën. Ai vuri në lëvizje mendje dhe solli një qytetërim të lulezuar e të pashoq në historinë e njerëzimit. Mirë po, nuk kaluan shumë kohë kur dembelizmi dhe plogështia zun vendin e lëvizjes. Pasojat pra përçarja, dobësimi, ndarja, prapambetja e tjerë zun vendin e përparimit e të lartësimit, derisa muslimanët filluan të zgjasin duart e tyre nga të tjerët në kërkim të mjeteve më të thjeshta të jetesës. Ata filluan të dërgojnë fëmijët e tyre në vendet e huaja për të marrë dije e kulturë, ndërkohë që universitetet muslimane ishin më të lartat nga ana e dijes dhe shkencës, si dhe qendra e dëshirave të miqve e të armiqve për të pajisur me njohuri. Mirë po, çështja arriti deri në atë cak, ku ata nuk eksportuan asgjë, as dije, as prodhim, përkundrazi importuan nga vendeve të tyre gjithçka për të cilën kishin nevojë. Tokën e Palestinës, e cila ishte qendra e krenarisë dhe e madhështisë së muslimanëve për 200 vjet me radhë, kryqëtarët nuk arritën ta merrin nga duart e luftëtarëve, edhe pse u vranë e u plagosën me miliona, por erdhi një kohë kur ata e lëshuan për 6 ditë me lehtësinë më të madhe. Ndërkohë, ata organizojnë ndër vite konferenca të ndryshme për të rikthyer një plumb toke prej saj dhe akoma nuk dihet se ku do të arrijnë. Allahu i madhëruar ka premtuar robëve të vet duke u thënë: "Është detyra jonë që të ndihmojmë besimtarët." Lexojmë në surën Rum në ajetin 47. Ai ka thënë: "Në të vërtetë, fuqia është e Allahut e të dërguarit të tij dhe besimtarëve." Lexojmë në surën Munafikun në ajetin 8. Dhe në një tjetër ajet kuranor Allahu i madhëruar thotë: "Ne shënuam në Zebur pas Teuratit që tokën do ta trashëgojnë robërit e mi të mirë." Sura Enbiya ajeti 105. Vallë, është i pafuqishëm Allahu, Zoti na ruaj nga kjo, në realizimin e premtimeve të tij. Ai harroi ai ato apo i ndryshoi? Nëse nuk është të tillë, atëherë ku shkoi e gjithë ajo krenari, madhështi e lartësim? Vërtet, Kurani Kerim në këtë ajet të shkurtër u përgjigjet të gjitha atyre pyetjeve dhe fton në kthimin në brendësinë e vetave dhe do të shihni se ndryshimi ka filluar në vetët tuaja dhe në mirësitë dhe begatitë e Allahut, të cilat i përfshin të gjithë. Ju jeni ata që i shpërdoruat aftësitë, fuqitë dhe mundësitë tuaja dhe arritet aty ku jeni. Ajeti nuk flet vetëm për të shkuarën, që të thuhet se ajo ka kaluar me gjithë hidhërimet e gëzimet, një shkuar që nuk kthehet e që nuk sjell dobi, por gjithashtu flet edhe për të ardhmen.
Nëse ju ktheheni tek Allahu, i forconi themelet e besimit tuaj, logjikoni drejt, i kujtoni premtimet dhe përgjegjësitë tuaja, i shtërngoni dorën njëri tjetrit dhe përpiqeni e sakrifikoni me vepra në çdo fush, atëherë ujërat do të ecin në rrjedhën e tyre, ditët e errta do të largohen, do të shihni horizonte të ndriçuara, do të t'ju kthehet krenaria, madhështia më e madhe dhe më ndritur se më parë. Ndryshoni veten dhe gjendjen tuaj. Dietarët tuaj të shkruajnë, luftëtarët tuaj të luftojnë, tregtarët e punëtorët tuaj të përpiqen, të rinjt tuaj të lexojnë e të studiojnë më shumë, ta pastrojnë shpirtrat e tyre dhe të shtojnë njohuritë e tyre, një gjak i ri që qarkullon në përdamaret e shoqërisë tuaj, me qëllim që të duken aftësitë dhe mundësitë tuaja. Në këtë mënyrë, armiku juaj do t'ju akthejë çdo pëllëng toke nga toka juaj. Është domosdoshme që të përmendim se udhëheqja ndikon shumë në rrugtimin e popujve. Nuk duhet të harrojmë se popujt që kuptojnë zgjedhin për vete një udhëheqës të urtë e të përshtatshëm, kurse udhëheqësit të dobët me ndjenjë dhënë apo të padrejtë do t'i shporë dhe do t'i zhdukë zemërimi i popujve dhe vullneti i tyre i fortë. Nuk duhet të harrojmë se besimtarët e sinqertë kanë gjithmonë mbështetjen e Allahut të Madhëruar. Një tjetër pikë do të ndalemi tek nuk ka imponim në dënim as në çështje të tjera. Një tjetër tematikë e rëndësishme që përdoret qartë nga këto ajete është se për njeriu nuk ka ndonjë përfundim të posaçëm e të caktuar më parë. Njeriu as nuk ndikohet prej atij që quhet imponim i historisë dhe i kohës, sepse historinë së bashku me ndryshimet që ndodhin në jetë i bën vetë ai. Bazuar në këtë, ata që besojnë në caktimin dhe vendimin e imponuar dhe thonë se të gjitha çështjet dhe ndodhitë ndodhin me dëshirën dhe vullnetin e Allahut të Madhëruar, e marrin përgjigjen po nga ky ajet, ku Allahu i Madhëruar thotë, kjo ndodh se Allahu nuk ja ndryshon kurrë një mirësi që ja ka dhënë një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë me veten e tyre. Vërtet Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Sura Enfal, pra ajeti 53. Çdo gjë që thuhet për imponimin e detyrimin e kundërshton Kurani, shkolla islame, sepse njeriu është i lirë dhe ai është i vendos mënyrën e të jetuarit dhe rrugëtimin e tij. Vërtet, njeriu është ai që ka në dorë vetë çështjet e veta. Ai e çon veten e tij në vështirësi e poshtërsi. Gjithashtu, ai e çon veten e tij drejt krenarisë, triumfit dhe lumturisë. Në dorën e tij është sëmundja dhe ilaçi. Nëse ai nuk e ndryshon veten e tij dhe nuk përpiqet në ndërtimin e personalitetit të tij, atëherë nuk do të parojë kurrë. Kështu që i kthehemi Kuranit, lexojmë Kuranin dhe aty gjejmë gjithçka, sepse Allahu aty na ka dhënë çdo gjë që është e nevojshme për të pasur një jetë të bukur dhe të mirë dhe për të kaluar çdo lloj vështirësie me të cilën e përballemi. Shikues dhe dëgjues të nderuar, falenderojmë pafund Allahun Madhëruar për mundësinë që na krijoi, pasi falëndrimet dhe ardhimet më të bukura e përkasin Allahut të Madhëruar, i cili është një dhe vetëm. Falenderojmë të gjithë bashkëpunëtorët tanë, Zoti i shpërbleft me mirësi. Falenderoj të gjithë ju që na ndiqni në programin ton, dhe Zoti i shpërbleft me mirësi dhe na përforcof sa më shumë ndijen, besimin dhe gjithçka që është e nevojshme për të pasur një jetë sipas rregullave që ka përcaktuar Zoti i Madhëruar në Kur'an dhe na ka porositur profeti i dashur Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Duke u lënë në shoqërinë e ai të cili fton për namazin e xumas, uroj dhe lut Zotin e Madhëruar, na pranoj lutjet tona, adhurimet tona, duat tona, punët dhe veprat e bukura, të na bëjnë nga ata të cilët urrëtojnë për të mirë dhe ndalojmë nga e keqja. Do t'ju përshëndes përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu,
dëgjojni hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن محمد